Imagjino per një moment sikur gjithçka që dëshiron ekziston tashme. Se dëshirat e tua nuk presin të krigjohen, por thjesht të thirren. Po sikur të toja se ekziston një mënyrë për të bërë këtë, një celes delikat, një gjuhë e lashta. Kur flitet me një harmoni të përsosur, ka fukin e të transformoja jetën tënde pa përjashtim. Sot do të flasim për këtë celes, lutja metafizike. Nuk është një lutje devotshmëri, as një lutje e dëshpëruar, as një varg fjalesh të përsëritura rastësisht. Është një akt krigjimi i vetëdijshëm, një teknologji shpirtërore aq e saktesa edhe e lashte. Është përdorimi i foljes, fjala i thënë me kelim, emocion dhe mendim koherent, si një mjet për manifestim absolut. Shumë mesues shpirtërore na i thane këtë në shumë mënyra. Por thelbi ishte i ngjashtë. Dogje që kërkon, nga koherenca e plotë e brendshme, manifestohet pa përgjashtim, sepse nuk ka të bëjë me pjetjen, ka të bëjë me digjen, me ndjenjen, me vibrimin. Ne jetojme të zitur në një realitet që nuk i përgjigjet asaj që themi me goxhen tonë, por asaj që shpallim me gjithë kenien tonë. Ka gjo është arsyeja pse shumë njerëz lutende nuk marrin. Ata dëshirojnë, por nuk shohin frite. Gabimi nuk këndron në vetë lutjen, por në mënyrën se si lutet dikush. Vetëm fjala nuk mjafton. Shtesi të kelos një shikgjete pa tension në figje. Nuk ka fuki, nuk ka drejtim. Ki video është një udhëzues, një zbulese. Du të rezojme mi të rreth lutjes. Du të telohemi në arkitekturën e saj të padukshme. Du të kuptojme thelbin e saj vibrues dhe du të zbulojme pse një lutje e ofruar nga një vend përmbushgjegje. Nga një gjendje përmbushgjegje, ka fukinet e manifestojes do realitet. Jo sepse është magji, por sepse është në përputhje me ligjet e universit. Do të shkirtojme kontekstin e saj ezoterik dhe historik, themelin e saj në mesimet e shenjtëve, mbi tek gjitha. Hapat e sakte që duhet të ndikni në mënyre që lutja gjuaj të mos gjeteme një britme në boshalek. Dhe të behet një fare pjellore që lulezon, sepse nuk gjemi këtu për t'ju lutur një perendi të larget. Gjemi këtu për të kushtuar se mbretëria është brenda nesh. Dhe ata që luten nga mbretëria, nuk kërkojnë, deklaron, përgatituni. Ajo që do të zbuloni nuk është thjesht një teknike. Është një mënyre për të gjetuar nga shpirti, një mënyre për të folur nga frima. Sot do të mesoni se si një fjali e vetme, e thënë me fuki, mund të levise figjet e padukshme të realitetit tënd. Folja originale për midjevjesare. Lutja ka kene një ure lidhese midis njerëzores dhe hijnores. Por, per para se ta ishte ritual, ishte dridhje, para se ta ishte fjale, ishte kelim, dhe per para se te zbutej nga fete, ishte një mjet sekret i të iniciuarve, një shkence shpirterore. Në shkollat e lashtat e mistrit të Egjiptit, grekise dhe indise, mesohejse universi u krigjua në përmjet zerit, jo simbolikisht, por fjale per fjale, logot fjala krigjuese, fjala e krigjimit, nuk ishte një metafore, por një forse e gjalle. Fjala e folur si një vibrim që strukturon materien. Në papirusin e anit, perendita i gjapin forme kozmosit, duke shkiptuar emrat sekrete të gjerave. Që do fjale, në atë kontekst, ishte një seles vibrues. Te thuash diçka ishte për t'i dhene ekzistense. Bibla i shpreh këta i dhene formen e sajme të paster. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me perendine, dhe fjala ishte perendi. Në zana fille, nuk thuhet se perendia mendoj për driten, asi ai e ngju ate, thuhet, dhe perendia tha, u befte drite, dhe ashtu ishte. Ajo tha ai, eshte celesi. Ajo ke emertohet, aktivizohet, por me kalimin e shekuqve, këgjo njohuri u fragmentua. Lutja u shënderrua në lutje, recitim të perseritur, një akt besimi të verber. Ajo ke dikur ishte alkimi shpirterore u shënderrua në rutine boshe. Ajo ke dikur ishte arti i krigjimit të vetedajshem u shënderrua në frike të maskuar si per kushtim. Në kërkuam një zot të jashtem, në vend këtë të aktivizonim fukin e krigjuese të zotit brenda nesh. Ishte në shekullin e 20 që gjehonat e kesaj mensurie të harruar u rishfaken, filozofet të ndryshem, të ndikuar telesisht nga levizja e mendimit të ri, filuan të mesonin se lutja e vertet e aj nuk pjet. Por thote, ideja eshte që ne nuk lutemi për te marre diçka, por për te perafruar dridhjen toneme ate që eshte tashme, ne planin e padukshem. Këgjo kuhet lutje nga fundi.
Gjo do te thote, gjo nga një vend mungese, por nga një vend përmbushgjeje. Mendimtare te qere metafizike e bene te kartek gjithashtu. Fjala është shkopi gjuaj magjik por gjo çfarë do fjale. Vetëm ato që tuhen me koherence te plote midis mendimit, emocionit dhe fjales. Lutja metafizike nuk funksionon në përmjet perseritjes, por në përmjet dridhjes harmonike. Kjo ide nuk është moderne. Shten një ringjallje e të vërtetave shumë të lashta. Në hermetizem, një nga shtate parimet thote, gjithçka vibron, dheku ka dridhje, ka krigjim. Kjo është arsyeja pse fjalët e thena me kellim vibrues të perafruar, nuk gjane tinguj, ato gjane kode. Pra, çfarë e dallon një lutje metafizike nga një lutje konvencionale? Vetëdia e saj, precisiteti i saj vibrues. Këllimi i saj nuk është të lipe, por të deklaroje atë që është tashme e vërtete në planin shpirteror. Është një riafirmim i se vërtetes se shpirtit e mbi ilusionin e materjes. Lutja metafizike nuk është besimi verber. Është besimi gjallaj ankoruar në njohjen se ti dhe hajgjnorgja gjenin një. Ti nuk po kërkon nga gjashte, ti po aktivizohesh nga brenda. Dhe ati filon magjia. Arkitektura e padukshme lutja metafizike është një teknologji e shpirtit. Nuk është një thirrje emocionale pa drejtim dhe as një resitimi përsëritur pa pushim. Është një akt i shtrirjes shumë dimensionale, një riregulim i fushjes vibruese personale në mënyrë që realiteti i jashtëm të paskyroje një realitet të brendshëm tashme të vendosur. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Per të kuptuar se si funksionon kjo fjali, duhet të shkirtoj me tre shtilat themelor të sajt mendim. Emocion dhe fjale se cili individualisht ka fuki, por është në harmonine i tire të plote kjo e ndod manifestimi. Eskan pari, mendimi, fara e shenjte. E gjitha filon me nje mendim, por gjo çfarë do mendimi, nje mendim i ngarkuar me kelim, nje mendim i lindur nga dashira e shpirtit dhe gjo nga frika i egos. Në lutjen metafizike, te menduarit nuk është thjesht imagjinate, është mëgjelgje, është vendosja e nje imazi arketipik në fushen tuaj vibruese. Nuk është të shohesh, është të besosh, është të shohesh nga brenda per të krigjuar nga gjashta, por kini kujdes. Nëse mendimi gjuaj është indotur nga dishimi, kontradiktat ose mosbesimi, fara nuk do të zere rëngje. Mendimet tuaja duhet të gjene të kartat dhe të fokusuara. Sinje shikgje të mendore që tregon zemrën e asaj që dëshironi të manifestoni. Per ndryshe, ajo shperndahet dhe tretet. Mos harroni, imagjinata e mbështetur nga besimi është selesi i mrekullive. E diwajta, emocioni, uji keushken, nje mendim pa emocion është steril. Shta si nje fare e hedhur në gur, duhet të ujitet me nxengje. Ketu nuk po flasim per emocionin si reaktivitet, por si rezonance. Duhet të ndjeni, të ndjeni vërtet. Se ajo ke po deklaroni është tashme reale. Se ajo tashme ndodhet në fushen tuaj të energjise. Ki është hapime i anashkaluar. Shumë luten duke menduar per atë ke dashirojne, por ata dridhen nga mungesa e mospasjes se saq. Dhe kështu, emocioni i tajr mohon atë ke menja pohon. Në metafizike, gjo kuhet inkoherence vibruese, dhe ati ku ka inkoherence, nuk ka manifestim. A dëshiron të tërhekesh dashuri. Njeni dashurine, a dëshironi bolek, njeni se gjeni mbështetur tashme. Emocioni i duhur është si uji per njebime, i padukshem, por absolutisht gjetesor. E treta, folgja, komanda krigjuese, dhe se fundmi, fjala. Fjala e tene me zete larte, tingulli i shkiptuar me siguri. Ki është momenti kur e padukshmja fillon të marrë forme. Në lutjen metafizike, fjala nuk është përshkruese, është krigjuese ti nuk thua se si ndihesh, ti deklaron atë ke tashme ekziston. Ketu hin në logje parimi hijnor, Zoti tha, le të behet drite, ai nuk mendoj për kete, ai nuk e dëshiroj. Ai e tha, fjala është veprim vibrus. Shte rezonanka që modifikon fushen, kjo është arsyeja pse, pavarësisht sa here, e perserit një nje pohim. Nëse nuk e thoni nga nje vend koherencë me mendimet e emocionet tuaja, është thjesht nje tingull bosh. Fjala nuk funksionon si nje magji e jashtme, ajo funksionon si nje vule e brendshme, nje shenje energjike kwe, kur reshtohet, aktivizon ligjet universale. Dhe kur keto tre forsa bashkohen, mendimi i karte, emocioni i sinkerte dhe fjala i thene fukishem, nje frekuense e vetme nje simfoni vibruese ke universi nje.
Shte ajo che Jezusi e quashti, nese di persona bien d'accord, de ate che greket e quan in simfoni, harmoni mi disfushave. Në ate moment, ti nuk po pjet. Ti po deklaron nga një gjengje e te kenit tashme i përmbushur. Dhe universi, i cili nuk u përgjigjet luqeve, por frekuencave, përgjigjet me saktesi. Prandaj, luqja metafizike nuk përkendrohet te si, kur, apo i pse. Ajo përkendrohet te tashme eshte, në gjengjen përfundimtare, te përmbushur dhe te realizuar, sepse kur lutesh nga fundi, ajo ke dëshiron ka filluar te linde. Duke u lutur nga fundi ajo ke i dalon një lutje metafizike, nga çdo forme qetere kërkesës shpirtërore, është vendi i brendshëm, nga ku krihet ndërsa shumë ka luten nga një vend ku kanë mungese. Me gjep atë ke nuk kam, me mbush me atë ke me mungon. Lutja metafizike filon nga parimi i kundërt. Gjithçka është tashmene nuk lutemi nga një vend mungese, por nga një vend siguri. Jo nga ankthi i boshlekut, por nga plotësia e përmbushjes. Ki parim është një kohesisht celesime i fukishem dhe sfidame e madhe peregon, sepse nën kupton praktisjen e ploteta identitetit ke vuan, ke ka nevoje, ke ndihet indare. Dhe kjo, per mengjen e kushtezuar, është një forme e vdekjes. Imagjino sikur dëshiron të shfakesh një gjete të re, bolek, dashuri, shendet. Kasgja tradicionale të shtin të kërkosh kë ajo të vigje. Por metafizika të thotë, shohaj versioni vetes kë e jeton tashme atë realitet. Fol si ajo, ndihu si ajo, mendo dhe vepro sikur ta ishte tashme identiteti i ti tanishem, ki akti misherimit të realitetit të dëshiruar, para se ta shohesh, shtelutja e vertete. Këtu shfaket një paradoks i fukishem, nuk mund të pranosh të rene nëse nuk je i gatshëm të vdesesh për veten tënde të vjetër. E mbaj mend këto fjalët e Jezusit. Nëse nuk lindni përsëri, nuk mund të shihni mbretërinë. Të lindesh përsëri do të thotë të vdesesh për identitetin e atij që lip dhe të rilindesh si ai që deklaron. Por kjo kërkon diçka të thellë. Boste zbrazesh veten nga personi që ndihet i kufizuar, i padengje, i braktisur. Nga bingjet kë ke pasur per vite me radhe. Nuk mundem, nuk e meritoj, nuk është per mua dhe kjo nuk arrihet duke përsëritur frazat. Arrihet pranimin e mashtrimit të aktivizimi i ilusionit të mungeses dhe zgjedhja për të banuar në frekuencen e mbretërise, e cila nuk është një vend, është një gjengjeve të digjeje. Prandaj, një nga hapat telbesore të lutjes metafizike është ajo ke shkrimet e shenjta e quajne. Shkone domentende dhe mbylderen, nuk i referohet një hapesire fizike, por mbylderen per boten e gjashtmeshta një tërheqje nga opinionet, gjykimet dhe dishimi kolektiv. Është një akt tërheqje e brendshme, ku shpirti gjuaj reshtohet me burimin. Është një strehe e fshehte ku nuk ka ndërhirgje. Vetëm gju, vizioni gjuaj dhe parimi krigjues. Dhe ne atë heshtë ndodh diçka delikate, por e pak thjeshme, ti behesh kanaligion e kontrolues. Nuk përpikesh me ta detirosh realitetin. Legjon kë ajo ke vibron me ti të afrohet, dhe kjo nuk është pasivitet. As është zoterim vibrues. Me gjithatë, ekziston një kurt i zakonshëm, persëritja pa mend. Shumë e besojnë se persëritja e një të një kindra here do të generojë ndryshim. Por metafizika është e kartë, një deklarate e vetme e bere nga gjendja e sakte vibruese ka me shumë fuki se sa një deklarata të bera nga frika ose dëshperimi. Ajo ke ka renda si nuk është sasia, por konsistenca. Lutja metafizike nuk përkendrohet të fjala si magji. Ajo përkendrohet tek gjendja e atij që lutet sepse kanali i vërtetë nuk është goxha, por fusha e energjisë që e mbështet atë. Prandaj, përpara se të luteni, pjeteni veten. Apo lutem nga perspektiva e dikush që dëshiron të ndryshojë jetën e vet, apo nga perspektiva e dikush që tashmë po e jeton përmbushjen e vet, apo kërkosh diçka, apo po pranoj atë që është tashmë e imja me të drejta hijnore. Kur mund të thuash me siguri vibruese, faleminderit sepse tashmë është përkundrazi. Te lutem, le të jetë kështu, ke kaluar pragun, ke ndaluar se luturi universin, dhe ke filluar të bashkëkrijosh me te. Dhe ne atë moment, lutja tashmë është përgjigjur. Celesat për një jetë koherente nuk ke nevojë të jesh në gjungje për të lutur. Nuk ke nevojë për fjalë të larta, të mjan apo altare të gjashtem. Ajo që te nevojjitet është diçka me intime, me radikale, me reale. Një jetë që është vetën një lutje, e vazhdueshme një jetë e jetuar nga siguria,
jo nga pritja, nga krigjimi, jo nga reagimi. Ja pese praktika thelbësore për të transformuar gjetën tuaj të përditshme në një fushë gjellore kushdo lutje metafizike jo vetëm ke shkiptohet, por edhe për mbushet. Eses pari, lutuni me stilin tuaj të gjetëses, jo vetëm me buzet tuaja. A dëshiron bolek? Desi e kënë qdo dite? Nga një vend i mungeses apo nga një vend i miren johjes? A dëshiron dashuri? Desi i flet vetes në heshtje? Qëdo gjest, qëdo mendim i këndru e shem? Qëdo emocioni i ushkier eshte një pohim i gjalle? Filo të trajtosh qëdo moment si një akt krigjimi? Mos pjet, pse nuk po vjen ajo ke kërkoj? Pjet veten, cila eshte vibrimi im sot? E dyta, hirë në dhomen tende të fshehte qëdo dite. Krigjon një hapesire të përditshme, edhe nëse eshte vetëm 5 minuta, ku i mbil sytë ndaj botes të kthehesh nga brenda. Mund të gjete meditim, vizualizim ose frime marrje e vetëdijshme. Rituali nuk eshte kelimi përfundimtar, por përkundrazi kanali. Kizakon tekte në kendren tende, në mbreteri, në gjengjen ku koherenca mund të lulezoje. Mos prit të kesh kohe, bëgje kete moment për paresin e tende. I gjithë realiteti yt eshte ndërtuar mbi te. E treta, ruagji fjallet e tua sikur ta ishin zjarri shenjte. Çdo fjale kë tua eshte një urdhër energjik. Tuaj ate kë do të lulezogje. Ndalo se pohuari ate ke nuk do të shoheshte rritet. Zevende so frazasi nuk mundëm. Kjo eshte e veshtire. Nuk ka asnjë mënyre përmes deklaratave të mbushura me besim tek gjale. Kjo do të zgjidhet vete. Do ta zgjidhe une. Gjithçka eshte në favorin tim, fjala e folur nuk përshkruan vetëm. Ajo formeson, sën, katararti, përshtatnim mjedisin tuaj me vizionin tuaj. Nuk mund të vibrosh nga shëndeti nëse i rrethon veten me kaos. Nuk mund të manifestosh kartesi nëse jeton në çrregullim. Hapesira gjote fizike duhet të jetë një paskirim i gjendjes së dëshiruar përfundimtare. Organizo shtepin e tënde sikur të jesh duke shetuar tashme në realitetin tënd të ri. Vishu. Ekdes gjith sikur lutja gjote të jete për gjigjur tashme. Ki veprim simbolik rezonon me gjengjen e arritur. E pesta. Eliminoni urgjensen. Koha eshte një iluzion. Dëshira e shketesuar e shtin larg manifestimin. Urgjenca buron nga mungesa e besimit. Mos harroni. Nëse do të ishte tashme reale. Nuk do të ishit të paduruar. Do të ishit në pake. Ajo pake. Ajo natyrshmeri. Eshte dridhja ke terhek. Lutuni. Falenderoni. Dhe lereni të shkogje. Si dikush kem gjel një fare duke e ditur se do të mbigje në kohen e vet, edhe nëse sot nuk she asgjene si perfake. Me në fund, kupto gjenikete. Nuk ke nevogje ke universitet të gjape asgje. Thjesht duhet të perafrosh veten me ate ke eshte tashme e gjogja në një plan me të larte. Te këgjo nuk arrihet me forse, por me kendru e shmeri. Detira gjote nuk eshte të bindesh zotin. Eshte ti kushtosh vetes se kushgje. Dhe kur ndryshon, gjithë qka ndryshon, fjala si fat, lutja si shtegna kete pike, nuk po flasim me vetëm per fjale, por per identitet. Sepse lutja metafizike nuk eshte një teknike, eshte një këndrim ndaj gjetes. Ushte zgjedhja e vetëdijshme për të gjetuar si krigjues, gjo si viktime. Ushte kalimi nga te kenit dikush ke pret mrekuli, në te kenit kanali i gjale përmes të cilit shprehen keto mrekuli. E ke kuptuar se lutja e vërtete nuk eshte një lutje e nisur drejt kjelit. Eshte një deklarate e shkiptuar nga shpirti. Nuk thote, te lutem, legjogjet e ndodhe. Thote, falemindrit, sepse tashme ka ndodhur. Dhe ne ate ndryshim të vogel kendron sekreti me i madhë shpirt terror. Universi nuk i përgjigjet asaj ke dëshiron ti, por asaj ke ti tashme e merë si të mireken e brenda vetes. Ne eksploruam se si mendimi e nis procesin. Si emocioni e gjaleron ate dhe si fjala e vullos ate. Si qedo fjali eshte një konfigurim vibrues ke, nëse lindë nga koherenca e telle, transformon sferen e mundesise. Gjithashtu kuptuam se gabimi i zakonshem nuk eshte te dëshirosh, por te dëshirosh nga një vend mungese, frike dhe shkeput gjegje. Pengesame e madhe për tu përgjigjur lutjes suaj nuk eshte bota e gjashtme. Eshte frekuenca nga i sila flisni. A mund të manifestoni pake nëse luteni me angt? A mund të tërhekni bollek nëse e shpalni nga frika? Jo. Sepse fjala nuk dëgjohet thjesht, vibron dhe dridhja nuk gjenjen. Japse lutja metafizike kërkon goksim, sepse ta kërkon të misherosh sot një version të vetes ke ende nuk e sheme sajta e tu. Por ke tashme rehne të parukshmen. Ta kërkon të mbahesh fort të siguria kur gjithçka gjashte duket se e mohonate. Nëse ki mesaz gjuka pelkier.
Ju lutemi abonohuni dhe shpërndagjeni. Dhe mos harroni. Vgjalla jote është ligj kur vjen nga vetja jote e vërtetë. Perdore atë si orakullin ke gje.